Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allah në falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë, ndërsa ne vazhdojmë më tutje me pjesën e mbetur të emrit Allahut El-Qahhar. Përmendu në pjesën e parë dhe ndëruar disa forma të ndikimit të emrit Allahut Azza El-Qahhar në jetën e përditshme. Edhe njeriu sa më tepër mediton rreth krijesave të Allahut Azza Jall, rreth natyrës që rrethon, rreth gjërave të tjera, subhanallahu bindet edhe më tepër se sa është robnimi i këtyre krijesave ndaj Allahut Xhallahu i pashmangshëm. Dhe si Allahu Xhallahu i udhëheq të gjithë njerëzit në bazë të një sistemi të caktuar. Dhe El-Qahhar, sikur që përmendëm, sa krijesa, sa njeriu është në poshtë dhe në vazhdimsi në poshtet dhe bëhet ajo që Allahu Xhallahu Ala dëshiron e jo ajo që njerëzit apo gjinët planifikojnë. Prandaj Allahu te baraka ve taala është ai që i ka poshtë krijesat e tij pa përkështje në poshtje për shkak se edhe ngallënime dhe sundim këto janë ato që i përmendëm më herët, por në raport me ndjelartit, me ndjemëdhendur të poshtë është ma adekuate dhe ma përshtatshme. I kam poshtë edhe me argumente, i kam poshtë edhe me krijesat e tjera, madje vallahi mjafton vdekja si poshtje, që askush nuk mund t'i reziston. E sheh edhe krijesat e fuqishme dhe të mëdha se si dorëzohen para vdekjes, si gjynzohen dhe nuk kanë rrugdalë tjetër. E sheh, do të thotë, ndoshta pe krijesat më të fuqishme si luani, apo ariu, apo çka do qoftë, subhanallahu, sa ku është fuqia e tij, ku është ai rrëmbimi i tij kështu më radh para vdekjes, e sheh se si gjynzohet në poshtë dhe bie për tokë apo. Dhe çdo kusht tjetër. Andaj sikur që edhe ka klithur një prej halifëve të mëdha të muslimanëve, Harun al-Rashidi, duke thënë: "Ya man la yazulu mulku", o ti që nuk largohet dhe nuk perëndon kur pushtetet, apo dhe nuk merr fund kur sundimet, mëshiroja të irham men qad zala mulku, mëshiroja që shkoi pushteti i tij, shkoi fuqia e tij, shkoi autoriteti i tij. Harun al-Rashidi ai që do të ka pas aq pushtet saqë kur janë shfaq rat në qiell ka thonë: "Amtiri haythu ma shi'ti fa inna kharajaki sayatini", ku dush lshoshi, nga se frytet e tua kanë marrë mua apo. Ku dush shkoj shoshi, shko larg, gat ku dush, ton kanë marrë frytet që kanë më dalë prej shiu që bie prej teje. Kaç ka qenë pushteti i tij, mirë po kur ka vdekje ka kërkuar dhe ka klith me kët shprehje duke kërkuar mëshirë për atij që nuk largohet pushteti i Allahut azza xal. Edhe ku është faraoni e ku të tjerë që kanë pranuar se ene rabbukumul aala, unë jam Zoti juaj, unë jam ky, ene mrudi që ka thonë uhi umit, e sa të tjerë sot janë bërë mostra të humorit dhe talljes me ta. Wallahi nuk ka met nga faraoni asgjë pas talljes. Nga tëra ajo që kalon pas vete, ka met me u tall me deklaratat e tij, me u tall me kryen e cinë e tij dhe me gjitha ato që i ka bërë në jetën e kësaj bote. Dhe me të gjithë të tjerët ka shku pushtet e tyre, ndërsa ka met ai që nuk mposhtet dhe nuk largohet asnjëherë pushteti i tij. Në anën tjetër, disa njerëz do të thotë këtë lloj mposhtje dhe pushteti Allahu xhallahu ala e kanë keq përdor. Në çfarë kuptimi e kanë keq përdor? Allahu xhallahu ala në disa aspekte të jetës, sikur që e përmenda, ka bërë që njerëzit të jenë të udhëhequr dhe të ngallënyer, nuk kanë zgjidhje tjetër, nuk kanë vullnet për ta ndryshuar, nuk kanë mundësi me ndryshu. Po në disa aspekte Allahu xhallahu ala i ka lënë të lirë njerëzit, që aty të shprehet për ulja dhe në nështrimin dhe Allahu te barekuta në mënyrë vullnetare, pikërisht në atë fushë ku ka të bëjë me shpërblimin dhe me dënimin, ku ka të bëjë me lavdrimin dhe me qortimin. Pikërisht në atë fusha Allahu xhallahu ala i ka dhënë një farë lirie njerëzve. Dhe njerëzit duke u nis nga natyra e tyre që të arsyetohen vazhdimisht, edhe këtu përdorin arsyetimin se na i shumë fal, po Allahu s'e ka caktuar.
Atë kuptim el kahar nuk po na lën aftën. Na i shumë bulu, po deri në kismet, deri sa Zoti të lën tash. Thu se Allahu po e ndal, apo edhe po pret Allahu më aqil portën e adhurimit aftën. E kjo është keq përdrim i zakonshëm që njerëzit e bëjnë dhe përzin mes kahrit, asaj poshtë se Allahu xhallahu ala në fushat e tjera dhe asaj që këtu Allahu xhallahu ala u ka hap dyert njerëzve që ata të vendosin për vetën e tyre. E pse kjo vendosin nuk është e pavarur, apo edhe kjo është me dëshirën e Allahu xhallahu ala, por njeriu e këtu dietarët kanë përmend argumente shumëta që rënojnë teoritë e tilla. Por dua një me përmend vetëm që është e mjaftueshme se nuk është tema jonë që të flasim për këtë çështje, por një nga dietarët ka thënë, sado që njeriu të arsyetohet me këto arsye, se caktimi i Allahut, dhe të jep leja Allahut, dhe të shkruaj Allahu, me këto shpejtë njerëzve, thot ai e ndin lirinë e veprimit nga brendia e tij që këtë sunefik. Apo mundet në aspekt në jashtëm ai më ushtir kështu apo. Por në brendinë e tij e ndin 100% çdo njeri lirinë e mjaftueshme për të vepruar. Këtë suneman. Andaj subhanallahu, shpesh herë shumë e fuqishme është ndërgjegjja e brendshme, që në bazë të saj po të vepronte njeriu, do të ishte vallahi shumë më i kujdesshëm, më i matur dhe do të ishte këtë ndryshë në veprimet e tij. Por problemi është ku njeriu mundohet me mposhtë ndërgjegjen në emër të epshit, në emër të kuajtjes, lakmisë të tij. Dorso ai e din nga vetja e tij se kaç e ka. Prandaj, sikur që i ka thonë ai dietani el-Hamedani i ka thonë Ebu Ali el-Gjubaj ka qenë dietani Mu'tazileve. Mu'tazilet kanë qenë një grupacion, fraksion që kanë devijuar në shumë aspekte, një nga ato edhe në emrat edhe cilësitë Allahut azza wa jall. Edhe ata kanë mohuar qëndrimin e Allahut xhallahu mbi arsh. Dhe Hamedani i ka thonë një ditë, nxënësi i ka thonë mësuesit të tij, shehët të tij, hoxhës të tij ka thonë, lej ke këto argumente, s'po du më marrë me këto argumente që po i shfaq ti apo. Do të thotë ka thonë, këto argumente që ti po i shfaq, që po mund të na bind se Allahu nuk qëndron mbi arsh. Po mund të na bind, unë këtu krejt për lo. E kam vetë një problem. Çata ti mu rregullama. Çat problem mu rregullama. Jo këto tjerat. E ka nësë është problemi, ka në kur binë sejtë të thamë subhana rabbi ala ala, ndërgjegja më thotë sa jo është ala, është në alta, më thotë. Që ta që shmja bo, që ta së më pe fiko, më thotë. Apo, ka në ti që shke ke fik të ti, ka të zama të fiko edhe në, më thotë. Ka thonë, hajjerani el Hamedani, më hutoj Hamedani, zdi, asun vetë, edhe në e di vetë që kur thamë subhana rabbi ala ala, dhe kur binë sejtë, e di që është në alta, më thotë. Bjarësh është, më thotë. Andaj, ndërgjegja e mbrendshme nuk fiket, me 100 argument jashtme. Ti mund të shtirash, do të më thonë unë kam këtë arsye, Allahu kismeti kështu më radh, po ti e din nga brendia jote se nuk bëhet fjalë për këtë. Ki liri të mjaftueshme. Ki liri të mjaftueshme për të vepruar. Prandaj nuk lejohet do shumë e pandërgjeshme dhe pandershme që njeriu të arsyetohet për mëkatet e bëra dhe për shkeljet e obligimeve të Allahu xhallahu ala me ditë që ai e din se ka keq. Ai e din se ka gabim. Nëse Allahu na ka dhënë liri të mjaftueshme për të vendosur se a do ta bëjmë apo nuk do ta bëjmë. Dhe asnjëherë nuk ka ndodhur që të ketë tentuar që ta kryejë një obligim të Allahut azza xal e pastaj nga brendia e tij ta gjen vend të bllokuar, ta gjen vend e tij të stopuar, të ndalur se nuk po ka mundësi me shku më tutje. S'ka kështu. Nuk ndodh kjo. Prandaj kjo liri që Allah ja ka hap njerëzve apo është e mjaftueshme që njerëzit në bazë të saj të përcaktohen se a do ta adhurojnë Allahun xhallahu ala apo nuk do ta adhurojnë Allahun te barekuhu teala. Dhe sot fatkeqësisht shumica e dilemave të njerëzve që janë këtë drejtim pikërisht sillen rreth kësaj. E pse nuk falesh? Po ti kismet, ti ka shkruar Allahu azza. Po ai ka shkruar. Apo ka caktuar Allahu në librin e Kur'an për të falë namazin. Ose më largu për ndonjë harame, ose mbulesa, që janë shumë për obligime që njerëzit i lojnë anash në emër të kësaj apo. Nuk ka kismet. Normalisht caktimi i Allahut është i pashmangshëm, po flas në raport me ty. Bëhet fjalë për shfrytëzimin e kësaj lirie ku po shfrytëzon. Se çysh po ki liri, për shembull, mos më fal, pse çati nuk po shfrytëzon për më fal? Të dyja të bën me vullnet. Apo kur kush me zon nuk po shfrytëzon mos më fal, ashtu sikur që askush me zon nuk shtin më fal.
përballë të dyve ka liri për caktimin e njeriu. Nëse Allahu xhallahu ala thot la ikraha fi din, nuk ka dhunë në fe. Çka nuk kupton kjo nuk ka dhunë në fe? Nuk kupton se bindjet që e udhëheqin njeriu drejt respektimit të unët të Allahu xhallahu xhelaluhu vijnë me vullnet në jetë dhe lirinë që Allah e ka jap. E nuk bën me imponime të jashtme. Nuk bën me imponime të jashtme. Prandaj në shariat për shembull nuk ekziston veç opsioni islam ose vrasje. S'ka kështu. Ka dhe opsione tjera që i mundson njeriu të jeton edhe në përzgjedhjen e tij të kufrit. Po, pse a ka rregulla të mosbesimtarëve në shtetin islam? Ka shumë. Dietar ka shkruar, Ibn Qayyim e ka libër me 2 pjesë, Ahkamu Ahli Dhimma. 2 pjesë, gati 800 faqe libër, veç një api librave. Mos të për tirat, apo rregullat e banorëve jo musliman në shtetin islam. Rregulla. Apo që u pranohet përzgjedhja aty, i lirje, a ke përzgjedh kufrin po, veç ka rregulla tjera pastaj. Ti je lir për këtë çështje, në këtë botë. Përsia tek Allahu xhallahu është tjetër. Pa çush ke pas mundësi me përzgjedh të keqen, pse me të njëjtën liri dhe fuqi të vullnet nuk e përzgjedh mirën? Nëse në qoftë se je i imponuar në kufër, apo nuk mirën përgjegjësia apo. Njëri me dhunë, dikush me dhunë është me bëu kufër. Pa i s'don apo këto. Do në aspekt në jashtëm e privan nga liria e zgjedhjes. A merr Allahu përgjegjësi? Jo apo. Dhe Amar ibn Yasir radiallahu ta'ala anhu, kur është detyruar me fol keq për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ama është detyruar për shkak të dhunës së jashtme. Ka ardhur duke qajt tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe është ka thënë ja Rasulullah, kam thoni fjalë të mëdha. Ka thënë kejfe wajadta qalbak, e zemra ka ish, ka mutmainun bil iman, jo zemra kon ka te, zemra don ty, po jashtë ka thënë in adu ud. Nëse pa të vinë me të rrejë çështë thuja pa çështë. Por sa zemra është në tim caktuar, apo ama problemi është kur rrethant e jashtme fillojnë me marr edhe kontrollin e zemrës e pastaj bëhet me vullnet. Prandaj po themi se sikur që me vullnet e ke përzgjedh kët, për shembull, me vullnet e ke përzgjedh mos më fal. Vullnet kur kush nuk të ka rrejë fal, po të kanë rrit, s'ke pas çfarë pa lënë namazin. A kanë ndodhur sot? Ja. Shumica do që s'falen me vullnet të lirë kanë përzgjedh mos falen. Me vullnet të lirë, apo po ne u themi don ti pas ke vullnet, ti pas ke liri. Pse çat vullnet dhe çat liri që po e ke, nuk po e shuzon për më fal, po e shuzon për mos më fal. Vetë që kjo është apo. Se këtu kiti, këtu nuk është imponimi el kahar në këtë drejtim i detyrueshëm për gjendjen që ti e ke apo. Absolutisht. Nga se po të ishte kështu, nuk kishte më të marrë përgjegjësi apo. El kahar ai që do thotë i ka detyruar njerëz në diç caktuar. Për shembull, Allahu xhallahu ala me dëshirën tonë apo pa dëshirën tonë, apo ka caktuar një datë të caktuar kur ne kemi lind. Apo 3 maj, 7 maj, 5 prill, 9 qershor, Allahu ka caktuar, apo kur kemi lind. Atëherë Allahu përsi edhe me dënu fort xhenem, pse s'ke lind natën e Kadrit, pse? Pse ke lind këtë ditë? Kush ta me lind këtë ditë? Atëherë përsi, jo Allah. S'merr përsi, se këtu s'ke pas ti vullnet. Këtu s'kiti. Apo ja më thon, pse je dig këtë ditë? Pse si dig nat Bajramit, për shembull? Kur ban Bajram, a di ç'është se po kon me dig atë natë? Pse si dig nat Xumaje? Pse? S'fet Allah, as nuk s'ka kur s'ka për këtë përsi. Absolutisht. Pse? Pse ai ta ka imponu. Këtu s'ka zgjidhje. Apo dhe njeriu e ndin nga vetja e tij se nuk ka zgjidhje për vdekje, nuk bëhet fjalë për vdekje, ai e ndin nga brendësia e tij. Gjë të cilën nuk e ndin të njëjtën kur bëhet fjalë për namazin. Apo, pa njeriu brendin e tij e din se çka ka të bëjë me caktimin e Allahut që s'ka zgjidhje tjetër dhe çka ka të bëjë me vullnetin e tij që ka mundësi me përzgjedh këtë apo atë. E din njëri mbrana, ai sot do të arsyetojë jashtë, le të thotë çka don, po në brendin e tij ai e din se çka bëhet fjala. Prandaj edhe këtu dënuar më bën një lidhje se kjo është për çdo njeri në aspekt individual, që ai të përcakton dhe ta përdor lirinë e tij dhe vullnetin ta përdor për të mirën e besimit, për të mirën e adhurimit të Allahut xhallahu ala, jo për të kundërtën, nga se ka mundësi me botë të dyja. Por edhe për neve që ndoshta dona me thirr dikon në rrugën e Allahut xhallahu. Dona me ftu dikon në rrugën e Allahut te barekuhu teala. Qoftë nga familjarët tonë, qoftë nga njerëzit,
e në veçantë për ata që kemi përgjegjësi, sikur është gruaja dhe fëmia, apo nga njeriu për shembull nga përgjegjësia dhe presioni i përgjegjësisë që e ka për Allah xhallahu për familjen e tij, mund që të përdorë një presion të tepruar ndaj tyre, që kjo mund të ndikojë negativisht tek ata lidhje me Islamin apo. Pa jemi të kujdesshëm, apo jemi të kujdesshëm. Për shembull, para në një prej ligjëratave kum pas një pyetje tash vonë, kur isha jashtë vendit, erdhi një pyetje prej një, që duket motër muslimane, tha, une falem, burri nuk falet. Shikoj këtë gjendje, une falem, burri nuk falet. Vështirë vallai, shumë vështirë. Tha, edhe kur e thiri burrin për mu fal, më thot, lem rahat shkoj në xhenem. Falu për vetën tonë. Tha, çka thosh për këtë burr? Thash, unë nuk po du më marr me burrin. Apo, po du me e kthy fotografinë tash nën e kundërt. Apo. Se në këtë aspekt, ajo po thuaj se vetja e saj është në pozicion të favorshëm dhe të mirë, ajo është keq. Është e vërtetë apo? Po a ka mundësi dhe ti me kon keq? A ka mundësi ti ndoshta me presion të vazhdueshëm e ke pruni në çajit më që lëm xhenem të shkoj veç liron për këtë presion apo? Se kanë mund me kon shumë imponues, me kon njëri nga njëra, se njëri është i tillë, njëri nuk don vazhdimisht me net mikry presion apo. Veçanërisht kur bëhet fjalë për nivelet barabarta ose aty afër. Ti mund, ndoshta me bë presion fëmijës tonë të vogël, po, ama për burri, gruaja, gruaja burrit, janë në nivele të barabarta, apo nuk është bash vazhdimisht presioni, mendoj në atë kuptim që ka të bëjë me vullnetin. Ti mund të bëj presion e vet dashës, u binde, e kënaqë, apo që do kanë mërnu apo. Kjo është çështje që po s'ka të bëjë me ihlas për shpinë, me sinqeritet, apo. Po flas për bindjet fetare. Apo duhet kemi kujdes, do thotë, jo me e lëshu komplet det bindet mas 30 vjetë. Jo kështu. Por edhe jo që do thotë të shoqërohet me një presion të vazhdueshëm në nënçmim, që ndoshta i duhet pakës kohë për me marr vetën e vet për me kënjë obligim të saktuar. Andaj ti me të kujdesshëm, që i thash, ndoshta metoda që e ke përdor për me thirr burrin namaz, ka qenë metoda e tij që atij e ka pruar shpirtin te çtopën. Sikurse ka ardhur hadith me kamazon gjendje ngjashme. Ata dy vëllezër nga Beni Israilit, njëri ka qenë më i zbet, tjetri ka qenë më i përkushtuar. Dhe ky që ka qenë më i përkushtuar, gjithmonë do këtij, banë ndrejtë, pendohu tek Allahu kështu me radhë, ama i ka bënë presion me vetë pashije. Një ngarkesë të madhe. Edhe i ka thonë, e ja'alaka Allahu raqiban alayya, aty të ka thënë Allahu kujdeston me mua, po lëm rahat. Çuçi ka thonë ky vllau, mëkatari vllaut vet, adhurues. Edhe ky i ka thonë, ty Allah kur s'ta fal. Në kuptim të nënçmimit apo. Do ti më nënçmove mua, edhe unë po nënçmoj ty. Ty Allah kur s'ta fal. Dhe ti kur s'ke më kthyti. Kjo është përzim kompetencë të Allahut. Ti kompetencë s'kthehet. Dhe dini pastaj epilogun e kësaj se si është zhvilluar dhe kush ku ka përfunduar atë. Prandaj dua të them që ti më të kujdesshëm atë. Mos tjetë veç një mënyrë ftesë atë. Ajo e presionit dhe imponimit, por të jemi të lloj-llojshëm në ofrimin e atij obligimi që po kem dëshirë me e kry ai që nuk po e kryen nga anëtarët e familjes. Andaj për shembull i thash në atë përgjigje, ka herë thuj, falë sallat ta ka obligu. Po ka tu net me të thuj, fal veç pak, po që më fal atë. Apo e kuptim tash, ti si duhet po do më fal, ke bën që i dashur ti më qiu. Është kjo davet, është kjo davet. Është davet edhe kjo. Mëseja fëmijët më fal, ti bujnë fëmijët pak presion për më fal. Për shembull, mos vjet personazh opinione, po le të jetë i shumëndshëm. Më duhet ka shumë metoda që ke mundësi në mënyrë të lloj-llojshme dikujt me ja ofru obligime të caktuara. Jo të jetë vetëm një mënyrë e caktuar me imponimit, nga se ka mundësi pastaj të shkakton kjo edhe ngarkesa edhe psiqike. Frikë, si çfarë tash kjo janis me ato, në të kuptim, ka mundësi me u traumatizuar në dinat ndërmoshe, siç me ka panika. Tash e din çka pret, ka një varg fjalësh edhe bërtimesh që bën diku të pabudrueshme, të padrueshme. Po, duhet të jemi të përgjegjshëm për familjen tonë, duhet të jemi të kujdesshëm, por kjo nuk kupton se duhet vetëm një mënyrë me përdor. Edhe ajo është presioni dhe imponimi. Ka shumë mënyra që mund të përdoren për edukimin dhe rregullimin e familjeve tona në Islam. Pra jemi të kujdesshëm. Prandaj po them, tek njeriu ekziston një vullnet. Apo e ka një kontroll të brendshëm njeriu apo.
Nëse këtë kontrol të brendshëm njeriu ja ka dorëzuar fatkeqësisht shejtanit dhe ai orienton ka dën, ne të luftojmë për këtë pushtet të brendshëm që t'i kthehet ky pushtet i brendshëm imanit, që atë kontrollin e brendshëm ta ketë imani në dorë atë. Dhe kjo nuk mund të bëhet me dhunë, se tek vendi i udhëheqjes, por bëhet me bindje. Njeriu ndryshon veç në bazë të bindjeve, nuk ndryshon ndryshe atë. Ky është njeri. Po të ndryshon njëri ndryshe, patjetër se pejgamberët e Allahut xhallahu ala do të kishin tjetër karakter. Pse këtë pejgamberët e Allahut xhall, shumica e pejgamberët e Allahut nuk kanë pas fuqi ekzekutive në popullet e tyre. A ka pas mundsi Allahu më udhon? Ka pas mundsi Allahu xhallahu më udhon. Ka pas mundsi Allahu xhallahu ala sikur sa sun an'am, po të kishim dëshiruar la anzalna malaikata. Kishim zgjidhur melaqe na pejgamber me kohë. Të fuqishëm. Ndaj edhe a beson? Apo se po shara me kur e kisha pa Xhibilin ka mush horizontin. Ai më thon, a besona çka kishë bote? Pse këtë pejgamber kanë adopt? As se kanë pas kërkon as fuqi ekzekutive as ushtri, as pas një kurrë s'kan pas. Që thjesht bindja dhe ndërshtimi të bëhet në bazë të pajtimit dhe bindjes veç. Që ata i kanë njeh njerëzit veç që kanë me bindje. Për kurrë s'u thosh që e kanë njeh, për çka e kanë njeh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Për çka? Për kurrë, veç për shkak se e kanë dashur. E që kjo është Islami apo? E kur vjen çështu po apo? Që pejgamberi ka mujt me kon, me pushtet, ai ka nufur pushtetin, ka mund marr unë të ashtu mbreti, ton më u pon çova apo. Edhe kush e vroi? A ka pas ai është dhon mundësia? Është dhon. Sa pe pejgamberin kon mbretër, e sa un kon rab. Në kuptim të varfër të shkret sa. Pa Sulejmani sa më kon mbret. Ja. Ka i tjerë pejgamberin kon, çëre në ujin e Islam, çëre tjetër apo legjis kanë pas fuqi për me imponu, po s'kan pas fuqi as me mbrojt vetën e tyre apo. Prandaj është anku lutja e Islam. Kur i kanë ardhur me amor, ai s'ka ditë, dhe sa kanë qenë me lajke. Për i ka thonë, si kur shka pas, le u kanë e li kuva, kësha pas e që tash një me pas një fuqi, e u awi ila rukni shedid, apo të kësha pas një mbështetet fuqishme që logaritin ta kundër juvëse. I është dorë fuqia në atë momente. Të paramenda, i ka në musafirt, ja ka rrëthu shpin, ka në qëti musafirt për jashtë. Udhu billah, që të krynë akte amorale me ta apëtën. Pa të në kënë me lajke, alhamdulillah. Mirë, po parënon, din që atë gjenit të dopë të konë, s'ka pas mundësi me imbrojt musafirët e vetë. E këtu e ka lakmu fuqin. Lutë e lisavëtën. Ne duha thëmë që pejgamberët e Allahut vetë karakteri, i tyne vetë natyra, e tyre jep me kuptu se Allahu xhallahu ka dinë ka ndërtu në dashuri edhe mbi në respekt. Po ka aspekte që ka thënë fëmia kur i bën 10 vjet sfalet, është një farë edukimi pak me një dozë pak më të shtuar të imponimit, po jo të dhunës, apo se s'ka thon rrahne deti del gjaku i të falet, s'ka thon kështu apo. Po është një edhe ajo rrahja që Islami e ka luar burrin nganjëherë ta bën të gruas, nuk ka rrahja ajo. Ajo është një mënyrë e tregimit të një mospajtimi të skajshëm të burrit për veprat e gruas apo. Dhe pas kësaj, çka pason? Pastaj s'ka veç darje ka, s'ka tjetër. Pastaj nuk ka tjetër opsion më, veç ndarjes apo. Prandaj duhet të them që duhet ta ndërtojmë edhe raportet mes vete, edhe raport me Allahun xhallahu ala në bazë të bindjes, të sinqeritet, të dashurisë, të kënaqësisë. Përndryshe nuk i hub shija, por nuk ka. Pse kjo thonë, nuk do të thonë që duhet përgjellje vazhdueshme apo prej disa të bindë dikush, ka se dikush habitet, duhet pak më shtyj me bind. Tani thotë elhamdullah që më shtyve se u bu mirë. Apo ka kësi, po jo këtë jetë bazë, jo këtë kjo origjina. Por duhet të jetë patjetër në fenë Allahu xhallahu ajo që e ceka. Pejgamberët e Allahut kanë ftu të tjerët dhe janë përgjigj njerëz ato. Veç kur janë përgjigj pastaj e dini se edhe me rrahje nuk kanë larguar ato. Nuk janë fut me rrahje, por me rrahje që ndal kurrë ato. Në fenë Allahut kur kush nuk u fut me dhunë, absolutisht. Veç kur tjerë kanë përdorur dhunë me nxirr, kush kanë mujt me nxirr pe dhunë ato. E kjo është dëshmuar gjithmonë. Kjo është dëshmuar vazhdimisht. Shikoj historinë e Islamit tek ne. Aja që thonë se është fut me dhunë ato. Asnjë fakt historik nuk e kanë pru se dikun me dhunë e kanë shtin Islam. Përveç se në kuptime të përgjithshme se këta janë kom pushtetar, feja ty nuk kom kjo dhe normalisht kanë ofru kësine, kanë ofru kanë bukët. Ndërsa sa ka dëshmi historike të pamohshme të përpjekjeve të fqindve tanë dhunë shumë në ndru fejnë apëtën. Jenë vëra njerës
dihet apo. Dihet për shembull, apo në këtë vend çikash njerëz janë ekzekutu, pse s'ka ndosh më bë për shembull me fejtë tjetër. Jo vro, dihet, ka fakte historike. Prandaj kur hin njeriu me bindjen din, apo nuk ka kush që nxjerr pesoj më kurrë atë. Kur nuk ka kush nxjerr. Për arsye edhe ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë hyrë me dashuri se e kanë dashur Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. I janë mbi mësimeve të tij, pastaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lëshëm ka nënshku për ta. Të garantoj që kush vjen te unë s'kthehet më te ju kurrë, po nuk kthehet merr natën. Në Hudejbie, apo merr, po garantoj që s'kthehet kurrë natën. Shikoj çfarë garanci për ashabët e tij Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Andaj al-Qahhar nuk duhet të dalë jashtë kuptimeve të tij, por duhet ta mbajmë brenda kornizave. Dhe nuk duhet që na mund të el-Qahhar tjerëve t'u bën dhunë pushtete, ka se Allahu kët nuk ua ka bërë njerëzve. Por ua ka lënë liri të zgjidhjes për fenë e tij, andaj duhet që në kuadër të kësaj të jemi edhe ne të kujdesshëm se si po i ftojmë tjerë në fenë Allahu xhallahu ala dhe si po ushqejmë zemrat me bindje dhe dashuri, që ata ta pranojnë këtë fenë me bindje dhe dashuri e jo me presion dhe imponim. Tjetër çka mund të përmendim te emri Allahu xhallahu ala al-Qahhar, krasaj rëndruar është se deri më tani folëm për poshtjen që Allah xhallahu i kanë poshtë armësht, i kanë poshtë kriminalët, i kanë poshtë kryenesht, i kanë poshtë mendelor, i kanë poshtë ta, i kanë poshtë ata. A kanë poshtje pozitive? El-Qahhar, apo veprimi El-Qahhar në raport me armësht. A ka veprim të El-Qahhar në raport me miqt? Ka. Kjo është më interesant se i parë atë. Qysh? Allahu xhallahu ala në kuptim pozitiv i kanë poshtë zemrat e të dashurët e tij, të miqve të tij, të besimtarëve, që ata mos të kenë mundësi me i rezistu adhurimit të tij. Dhe të bëjnë çka që ju del në rrugë, ta largojnë veç që ta rinë dhe tjetër. Do të ka thjesht të ka marr adhurimin e tij, të ka pushtu besimi Allahut azza xal. Thotë që nuk shet tjetër për është ti adhurimi. Nuk paramendon jetën ndryshe për me këtë adhurim. Edhe kjo është el-Qahhar. Ta marr një shembull nga jeta e përditshme atë. A keni pa për shembull nga ajo që përmendet dhe shkruhet dhe thuhet dhe treguohet nga historia e të dashuruar atë. Kur dikush e don dikon, apo 100.000 pengesa më aqit. Apo ai gjon rrugë me arritje ai që e don atë. Sunë nala atë. Nuk mundesh më nala atë. Prandaj ajo që përmend nga historikisht të Mejnuni dhe Leila. Mejnuni ka pasur Qais, ka pasur Imrul Qais, pa ka marrë Mejnun i çmendur nga dashuria e madhe për një gruë që ka pasur Leila. E ka dashur shumë. Por dallimi mes shtresave të shoqërisë ka penguar që ai ta ketë gruë, se kjo ka qenë Leila ka qenë shumë e pasur, nëse ky ka qenë shumë i varfër. Dhe kjo ka penguar që ata të jenë në lidhje bashkëtorë atë. Dhe atë e kam poshtë dashuria ndaj Leilës, që kjo Qahhar e kam poshtë, e ka priu nga çdo, s'ka pas ai më vullnet, as ka pas dëshirë, as ka pas liri. Të gjitha këtu kanë qenë të rezervuara për Leilën. Dhe subhanallahu, nga dëshira e madhe për të arritur ajo dhe nga mbyllja rrugëve, do të thotë ka shpërthy emocionalisht ky njeri atë. Deri në atë mos saqë është bë poet i njohur atë. Ka shkruar poezi që sot gjuhën arabe është bazë për gjuhën arabe, disa shprehje të tij për shkak kjo fjalë ka këtë kuptim pse Ibn Qais e ka përdorur këtu atë. Ky rregull gjuhësor është pse këtu e ka përdorur ky kështu atë. Në kaq shumë edhe poezia e tij është me vërtet çmenduri. Është çmenduri çfarë ai ka thonë për gruan e caktuar të quajtur Leila atë. Është çmenduri çfarë ai ka thonë. Po pse deri në këtë shkollë karriere? Po e kam poshtë dashuria e tij ndaj kësaj gruaje dhe ai nuk ka pa më asgjë tjetër. Dhe ai nuk ka menduar më për asgjë tjetër. Dhe ai nuk e ka përmend më askën tjetër. Dhe ai nuk ka llogarit më në askën tjetër. E kështu me radhë. Ai nuk e ka paramenduar jetën absolutisht për atë me të. A është impostor ky njeri? Është impostor. Prandaj a ka mundsi edhe imani më në poshtë deri në këtë shkallë që me vërtet mos të shohim asgjë për atë se Allahu ta zgjat. Mos ta paramendojmë jetën për atë në hinë adhurimit të tij. Mos ta paramendojmë
ti është diçka për të sheh që ti je i marrën Allah, të ka marrë diçkafe. Është për ti nga në vullnetit tënd të brendshëm, të udhëheq diçka tjetër, një dashuri e posaçme e brendshme që të udhëheq drejt disa veprimeve që mos ishte këtë dashuri, do të ishte pa paramendueshme këto me bëu. S'u ne bën këto. Para sigurisht se ka thonë poeti, ata që janë poshtë me këtë dashuri, tara al-mu'adhdhaba yabtasim. Eshe atë që bëhet azab është duke kesh. Subhanallah. Edhe pse rrahja dhe dënimi sillin lot dhe sillin mërzi, ndërsa Bilali ka qesh aftën. Nësa i tjetri apo ka thonë po çaj se për arsye veç një jetë kam. Apo pse si kam një 10 tjera, këtë për Allah i kisha thonë çështën aftën. Subhanallah. Para ai dënohet, ai është duke u privu nga jeta e tij. Dhe çan pse veç një herë po ka mundësi me u për Allah këtë punë aftën. Kjo është i pushtuar Allah. Këtë e ka pushtuar në kuptimin e caktuar në iman që ky nuk din atë kuptim se ndryshe pas çështës aftën. Andaj këta njerëz që i ka pushtuar el kahar, kuptim pozitiv me iman e me dashurinë e tij, këta njerëz me vërtet kanë bëu çudinë aftën. Apo nuk ka mo ai dëshirë mo, as ka vullnet, as ka kurrë. Këtë ditë me Allah xhallahu ala. Prandaj kanë një ditë Yahya ibn Muadh, Sufyan al-Thawri rahimullah, disa nga dietarët e mëdhenj me zveti dhe kanë bisedu. Dhe ka thonë dëshirat e diçka apo çka kisha pasur. Ka thonë unë kisha pasur, ama gjitha dëshirat kanë qenë në drejtim të adhurimit të Allahut xhallahu. Kur kanë ardhur tek son kujtohet Yahya ibn Muadh rahimullah, i kanë dëshirat, ka thonë dëshira e tij ka marrë këtë dëshirën tim apo. S'ka më dëshirë më apo kurrë. Dëshira e Allahut këtë dëshirën tëme ka marrë atë. S'ka më në më kurgjë, çka të dëna i letë bënë atë. Kuptim të dërzimit të plonë dhe Allahu te bareke o ta'ala. E ka marrë i këtë, jam i pushtuar, dëshira jam është e pushtume, apo vullneti jam është i pushtume, dashuria jam është e pushtume, këtë jam i pushtume nga gjitha anët. S'ka më në më kurgjë, nuk kam më asë një grimë të teritorit tëmë pa pushtuar. Këtë e ka pushtu. Kush? Imani Allah xhallahu ala. I tërë është nën direksionin e udhëheqjen e Allahut te barekota. Kuptim të asaj të besimit te Allahu xhallahu ala dhe dashurisë ndaj tij. Prandaj kjo është një kuptim vërtet i rëndësishëm në ruar i kësaj që po flasim për të se Allahu xhallahu ala pushton zemrat e disa njerëzve apo me dashuri, dhe pushton me besim, me vepra të mira, me dëshirë dhe vullnet caktuar që pastaj ata nuk ndin lodhje më, nuk ndin më asnjë lloj pengese drejt realizimit të asaj që e kërkon i dashuri i tyre, që në këtë rast po flasim për Allahun te bareke ve taala. Andaj na duhet të shikojmë në emrin al-Qahhar. Emri al-Qahhar do thotë sa ka hise ky emër tek ne në rrafshin e këtij kuptimi, të këtij pushtimi pozitiv. Apo për shembull, në rrafshin e kuptimeve dhe koncepteve, sa na ka pushtu shpallë Allah të gjellë, tërsisht. Kaj që ka di është veç që ka mësu për kësaj. Kur që s'ka për të tërkujnë apëtën. Kajt ose gjuhën tonë, sa e ka pushtu përmendja ti. Nuk di tjetër pas, Allah në me përmenda. Në kuptimin e përgjim të dhikrit. Kur flet, felje kur khajren. Apo, letet ato që është të mirë, e u leja smot, ose let heshtë. Kemi pushtim të gjuhës. Gjuha s'let asgjë pas asaj që Allah e dënë ato. Të gjymtyrëve, të pasurisë, të familjes, të jetës tonë, a jemi të pushtuar në këtë rash pozitiv, të shikojmë. Dhe kudo që vret ndonjë rezistencë eventuale ndaj këtij pushtimi, apo ta fikim edhe vatrën e fundit të kësaj rezistence, që i tërë pushteti të takon Allahu xhallahu ala, pushteti në zemrat tona, pushteti në mendjet tona, pushteti në gjuhën tona, pushteti në trupin tonë, qenien tonë, këtë çka kemi, le të jetë kahar. E përulur, e nënshtruar apo në besim të Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe kjo është padyshim ajo që mendoj që është më interesante dhe më e rëndësishme e këtij pushtimi që folëm deri më tani apo. Dhe e fundi që dua ta përmend nga ndikimi i emrit të Allahut El-Qahhar është ajo që e përmendëm në fillim, të kuptimi, por jo të ndikimi, prandaj duhet të ndikimi ta veçojmë si pikë e që ka të bëjë me ndikimin e emrit të Allahut El-Qahhar në zhvillimet e ditës së gjykimit. Në zhvillimet e ditës së gjykimit.
që edhe këto duhet njeriu me meditu rreth asaj që ndodh. Përmendoni, do të thotë ato sikurse e përmendëm, Allahu xhallahu ala sa njerëz nuk kanë dëshirë të ringjallen fare, nuk kanë dëshirë me dalë më pi dheu tokës, kanë dëshirë të bëhen dhe hi dhe plor, por mos të dalin për Allahu xhallahu ala që të japin llogari. El Qahar i kanë poshtë nuk i pyet, sikur që i ka krijuar pa i pyet, sikur që ka marrë shpirtin pa i pyet, ai edhe i ringjall pa i pyet. Dhe i udhëheq në drejtim të saktuar pa i pyet. Ata që janë pushtuar nga emri Allah El Qahar, dhunshëm këtë botë, i kanë poshtë Allahu me argumente, me fakte, me dënime, ata do të vazhdojnë të njëjtin ritëm të pushtimit edhe ditën e gjykimit. Apo pa dëshirë ringjallën, pa dëshirë udhëhiqen, pa dëshirë vendosën këtë, pa asnjë dëshirë, pa asnjë vullnet, madje në mënyrë të jetë nënçmuese dhe përbuese. Ndërsa ata që kanë qenë të pushtuar në këtë botë nga emri Allah El Qahar në kuptimin pozitiv që e ceka, janë pushtuar nga imani, janë pushtuar nga dashuria e Allahut xhallahu ala, ata vazhdojnë me njëjtin ritëm të pushtimit edhe ditën e gjykimit apo. Andaj Allahu xhallahu xhelalu ata i udhëheq drejt shpërlimeve të tij, sikur që i ka udhëheq këtë botë drejt kënaqësisë dhe dashurisë së tij. Prandaj duhet njeriu të shikon se në raport me emrin e Allahut El Qahar, me cilin lloj të pushtimit është pushtuar, a me të parin, a me dytin. Dhe në bazë të kësaj e din edhe pastaj pushtimin apo poshtën e tij edhe në stacionin e radhës të ardhshme deri në takimin me Allahun te bareke ve taala. Andaj ndëruar emri Allahut El Qahar, sikur që e përmenda, na e shton bindjen në atë se Allah është i vetmi që meriton të adhurohet. Na e shton bindjen, dashurinë, dhe gjithashtu na e shton guximin dhe trimërinë, nga se nuk ka kusht që e mposht caktimin e Allahu xhallahu ala, kur do qoftaj. Andaj kjo na e shton edhe mbështetjen e Allahut te bareke ve taala dhe shumë pika të tjera që i përmenda deri më tani. Allahu xhallahu ala lut që Zoti te bareke ve taala na mbron me mbrojtjen e tij. Dhe Allahu të na ruan nga çdo keqbërës. Dhe të na ruan Allahu xhallahu ala nga çdo rezistim i asaj që Allahu e don dhe është i kënaqur me ta. Por boft Allahu që të na pushton imani, dashuria ndaj tij dhe kënaqësia e tij të jenë primare dhe më esenciale në jetën e kësaj bote. Me kaq po i do fund edhe këtij emri, Allahu i shpëlbet, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima kathira.